Si ke marrëdhëniet me prindërit e bashkëshortit? Shumë Jeni martuar, Ivona, apo jo? Ke marrë mbiemrin e bashkëshortit? Po, jam Rapaj, është një mjembri nga Shqipëria. Buri im është shqiptar, edhe nuk jetojme me prindrit, po, me parents, po gjithë ditë se vizitojme, gjithë ditë, ndoshta gjithë ditë djali është me vjera, është me babi burit, edhe... Si quhet djali? Leo. Leo, po. Që është internacionale, sepse në Poloni kemi emri Leon, edhe në Shqipëria është Leo, Leoni, edhe kjo edhe unë shikojme për internacionale, edhe flasim për Leo. Edhe është si kjo. Do me thënë ti nuk e kishe të vështirë të përshtateshe me këtë jetesën tonë shqiptare, me vjerën, me familjen e bashkëshortit, me shumë misie dhe shumë shoqëri. Jo, kemi e madhe emisioni, do vi televizionin nga Polonia për 3 ditë, edhe vjera ime flet për mua, kjo është tjetër grua, si femia ime për mua, edhe unë kam si for cry, si dua qanë me kjo moment, sepse I feel myself like in my own home with them. And this is amazing. Like, I have one home in Poland and second home here. And when I'm going in Poland, I am happy and I am sad because I need to leave them and go for mine. And then from Poland, I need to leave mine and came for second mine. And it's so hard moments, but I feel myself really, really great. And with big love, they took me like person from another country in them family, and I am so grateful for them for that, because I know that and some kind of Albanian families are so much traditionals, like, come on, you need to have Albanian wife, why from another country, like Albanian. Ti je shqiptar, ti dua gruan nga Shqipëria, jo huajt. And when I came, I feel myself like in home. Like really, they took me with heart, and my husband have the same feeling in Poland. We are also crossed families because my mom is from Ukraine, my father is Polish, and my mom told me, you in Albania feel yourself lonely, like you will miss some of your part from Poland, but if he will live in Poland, he will also be lonely because he will miss some part of Albania. And with all of this heart, also my mom accepts my Albanian part of family, and they accept my part of family. They met each other. Of course, they have hard to speak because they don't know English, like they are older person than we are young, and old people in Albania don't know English, but in Poland it's the same. They have hard to speak, to get some conversation. We are both with my husband, like 2 translators between them, but it's really nice time. Po dasëm, keni bërë dasëm? Po, në Polonia, ndoshta buri im, unë mendova, ndoshta buri im nuk është shumë tradicionale persona, po kemi dasma në Poloni, do vi familja nga buri edhe shoket nga buri në Polonia, edhe unë dua show për shqiptarët si është në Polonia. Kemi pak traditional dasma në Polonia, po kemi dhe tradicionalet dasma në Shqipëri. Kërcej me valle, kemi këngat nga Shqipëria, po kemi dhe tradicionalet nga Polonia, si ushqim, si kjo situata në dasma. Hidni para kështu si që bëjmë ne? Jo shumë, sepse andej kemi vetëm 100 persona, unë flet vetëm 100 persona, sepse unë e di këtu shoket imja këtë dasma për
300 persona edhe është shumë e madhe, unë nuk e di që pati andej, po unë shumë pëlqen Albanian, dasma shqiptaret, me kjo kengat, me vallet, me kërcej, po shumë unë pëlqen, edhe unë e di si kërcej valle, por unë nuk e di si kërcej një Krakovjak si Polaket, unë nuk e di pse, por jam me more connection with Albanian traditions than Polish. Tani ne po bëjmë këtë intervistën këtu dhe këtu vjen era gjellë. U detyruam që të lëviznim pak sepse ka shumë diell. Ka edhe shumë të mirë Shqipëria, me ushqimin si ke marrëdhëniet, si gatuani në shtëpi. Shqiptar apo? Nuk e di. Ti nuk gatua? Jo, unë gatuaj. Gatuaj. Edhe buri flet ti gatuaj shumë mirë, shumë pëlqen, po unë gatuaj si internacionale. Kemi ushqim nga Polonia, kemi në Shqiperia, kemi burgeri, italiane, të gjitha, nuk kam problem me përgatuaj, nuk kam problem me embelsirat, nuk e di pse, po sepse kur jam fëmijë, unë flet për mami, unë s'dua gatuaj. Unë s'dua kjo, edhe tani mami shikon për mua, edhe flet, ke buri, gatuaj, edhe unë e di qa do bësh, edhe për djalim, unë gatuaj shumë. Çfarë është një ushqim që të pëlqen nga Shqipëria? Tavdeu. Tavdeu? Apo ajo është Tiranëse? Po, e di, kur do vemi në Tiranë, kemi ushqim vetëm tavdeu. Buri im dua kjo nga zgari, si stek ose tjetër, edhe unë jam me mirë me bëreku, edhe unë jam shumë mirë me tavdeu. Po, vlonjaçe, qa ka vlonjaçe, ndonjë gjë që? Po, për zotin, unë nuk e di qa ke në Vlorë, sepse në Vlorë është mix në restoranti. Unë shikon për restoranti të gjitha, gicin nga zgara, mishi vicin nga zgara, patate, peshku, kartkalesi, po, salskosi, edhe unë pizza në të gjitha restorant, pizza. Unë shikon edhe kur njerëzit do vinë nga Polonia, pytje për mua, qa është nga Vlora, edhe unë shikon edhe, po unë nuk e di, po pa tjetër, unë nuk e di, kemi të gjitha në Vlorë është si mix, për zotin, si mix, typical mix me të gjitha ushqim nga të gjitha world, I think. Të pëlqen Vlora? Po, unë shumë pëlqen, jam me zemra në Vlorë. Zemra ime është nga Vlora, zemra ime është në Vlora. Kemi deti, kemi mali, kemi sazanit, kemi karamburumi. Kur dua jemi në mali, kur dua jemi në deti, kur dua jemi në plash, kur dua jemi me trekking në mali. Edhe kemi të gjitha në Vlorë. Edhe njerëzit është shumë mirë, nuk e di pse në Shqipëria flet për mua njerëzit se nuk jeton shqiptaret në Vlorë, vetëm vlonjatët. Edhe unë pse është shqiptaret? Jo, jemi vlonjatët.